Para disa mujve ishte në shtëpinë e të moshuarve jetima të Ballkanit. Na viziton shumë shpesh. Edhe dha një donacion Halil, kam dëshirë me gëzu një familje me shtëpi të ri. Unë vi nga komuna Drenasit, nëse ka një familje në ajo komunë, do t'ishte me përparsi, nëse jo në krejtë Kosovën, kudo që ka me këto të holla, du të ndërtej një shtëpi. Është do në gjoni, e na sot jemi mësafir të ky. Përshëndetje do. Përshëndetje. Qësh je? Mirë, valla. Gjithmonë i buzëqeshtë. Gjithmonë. Unë e kam marrë një amanet prej teje, edhe përgjësi e jona, sot jem komunën e Drenasit. Para se më ardhë, unë stafi im ka qenë në komunë, ka vizitu 5 familje, edhe neve kemi zgjidhë një familje, ka histori prekse. Besoj që i gatshëm me ardhë me neve në aksion edhe me shku me vizitu këtë familje. Gjithmonë me dëshirën më të madhe. Para se me shku, stafi që ka vizitu familjen, afër me është Besmiri. Besmir, përshëndetje. Përshëndetje. Qësh je? Mirë. I ke vizitu 5 familje, as po him, ka në ke vizitu në bazë të asaj që na ka tregu Besmiri këtu. Gjithë së bashku, kemi rënë dakord që me zgjedh njërën prej këtyre familjeve, pra kanë bëhet fjalë Besmir? Bëhet fjalë për familjen e Ganimete Halilit, jeton këtu në Drenas. Ganimetja jeton me 2 fëmijë të vllaut vetë, me thonë që i ka rrit. Ku njëri fëmijë pra vajza është me probleme shëndetësore dhe është e palëveshme për momentin. Pos kësaj, ata që shumë vite jetojnë edhe me qira, përcjellën e kanë me ndome, po zgjidhjen e problemit shtëpisë nuk kanë mundë me zgjedh, edhe na kemi menduar që kjo është ndër familjet që ja vlen. Kamera fokusohet Besmirin për dri dhe dora, para se më ulshu kamera, Besmiri shumë me emocionet ma, na ka folë rreth historisë së kësaj familje, edhe na Besmir tash dënte edhe para se më hap kamera, dëgjova rrëfimin e Besmirit, edhe unanimisht bashkarisht vendosim me shku me vizitu këtë familje. Po, vërtet. Shije me emocione. Vallaj hoxh, unë kam qef gjithë me konë djali furt. A kupton, me mojt vetën, po nuk e di, nuk e premtoj këtë punë se nashta mujna mu lig në e tru mujnë me dalë në lëtë, po shqyqër Zotit që është lëtë i gzimit, edhe shqyqër Zotit që na nisë për një punë të madhe dhe të mirë, inshallah dhe Zotit veç na pranën këtë sadak edhe Zotit që përbleft e falemderit që ke gjithë kjo edhe te. Unë e thamë shëqyrë Zotit edhe falenderojmë Zotin që ja ka dhonë mundësi me janë gjithë dikujt dorën. Na krejt jena rrit një herë si qëto familje që po i vizitojmë. Po dikush i mërinë majat e suksesit, harron ku ishte, do shta edhe për rreth ka shumë familje që ka nevojë nuk i shkon men. E ndërta doni edhe pse, çdo ditë po arrin me sukseset e veta, a shpesh donatori jonë, edhe i kujton këto familje, bashkë me donin përshkojmë te familje, do të ndëgjojmë rrëfimin direkt prej tyre, mbi gjitha do t'ja bëjmë surprizë dhe nëse po vim me një shtëpisë të saj. Perfekt. Kur njeriu fillon të merr frymë në këtë jetë, patjetër që lufta është mes teje dhe varfërisë. Kjo është familje Halili me 3 antar, ku historia e tyre të dërgon vetëm në një rrugë, varfërinë dhe problemet brenda saj. E kryefamiljarja Ganimete Halili tregon se si i mori vajzën dhe djalin e vllaut, të ris së bashku me nënën e saj, mbi 11 vite. Qësh je me shnet? Për operacionit jo mirë. Edhe kur vetë s'pëtem, nenaj. Pse? Se pëm vjetë leftane, qësh po jam sa më... Që sa ku jetë shtu? Që një më të mojë. Që një më të mujë? Po. Që po thëjtë mjekta, ki përmirësim? Shtëj me terapia janë. Po. Që një më të mujë shtrit? Po. E ku jetë u kontrolu? Të lire. Të cili lirë? Kur t'ishe. Prishtinë? Po. Ta një terapia të rana, ku pra të shtrajta.
Ne po jetojna me qerat merë. Dhe që po thot Liri? A ka përmirësim gjendja jote? Tash ka thënë të me boni që dej me këqyrë koken, a hojk gjakën, o po hejk. Pse të ka thonë ki gjak në kry? Po, që nuk po hejk, a për do të më bo operacion për 2 herë. Je bon një herë. Po, që so hejk, a do të më bo operacion a pa. E ku je bon në Prishtinë? Po, Sa në tarë e një ganimet? 3 jena të këtash. Këta i kam të vllatë për i babe, për nëmën se kam pas, ta ne i kom arën me këqyrë këta. Pra, këta nuk janë fëmijët e tu, E ju. janë të vllaut prej babës. Se në vlla më ka vranë deshe një luft. Ta ne këmë jetu me nëmën dhe i 8 vjetë, që para 8 vjetë dhe vdek. E këta ta shëfë të këqyrë. Ketu me nëmë, Po, si martu. e ju. Këta tani e nërë me jetu me një dhe se nëmën se kam pas, dhe qështë. Që sa ku jetojnë me juve këta? Ma shumë se 10 vjetë është. Ma shumë se? Ma shumë se 10 vjetë i ka, 11 vjetë. Ti rritë fëmijët e vllaut prej babës. Po, Okej, na falë për jetën e ju i tash juve treve. Qysh jetëni? ma përpara e kena pas një lokal, frizere kena punu 2 vjetë. Ju të dyja. Po, Okej. po tash ma që një vetë mos po mujna me punu, se po duhet më kujdes për këta. Lokali është i mshel, shto që ishte po për me qatëm që po mujna, ma shumë nga ka një mund tjirë. Se pak shtrejta po janë edhe këto. Mase me Terapi. punu s'po mundesh. Në fillim i kena pas dhe rezerva, po tani nga ka një mund tjirë ka pak qështë. Apo i bjen shpesh me shku në Prishtinë? Pi bjen, kena pas të Petrejla në janë Shqipni, Okej. i ka kimioterapit, po ja ka pas në një kohë se ka pas gjakderdhje për i kimoterapive dhe një farë sulme ka maskuve. Tash e ka vazhdu, e ka gjithë 3 javë, po i ka edhe kontrollat. Tash për i bën në Prishtinë. Po në Prishtinë, po infuzionat e këtu i marëm këtu, në Drenas. Atje i merë kimioterapit, këtu i ka këtu tjera. Hala është me kimioterapi. Po se e ka pas ndërprej, po nga gjak deri, se deri ditën për shkafet, për shkaktove. Kimioterapia pile pa gjakësi, tani që ke pa gjakësia, po ka gjak deri dhe që culme që për ka masku. Ganimet, a keni najtë të ardhura? Qysh jetoni? Valla veç kena punu i lokalit, tash ju nuk i. Qëtu jeni me qira? Po me qera, Qysh e paguni qira? veç që nga ka një mund tjertë, deri qëta. A keni najtë hyrë? A keni najtë ndimë sociale? E ju. Këta janë, ale me dokumenta në i Skënderaj. I Skënderaj, ne unë jam me dokumenta drenasit. Okej. E qështu. E me hangër me pi? Po të ka zejde që na ka një mu ma shumë familjarët ka pak qështot. Na problemin ma të madhë për kina me ilaçe, me qëtu. Po dhe s'pe anë ma shtrejta. Një par kukra 270 euro, 300 i morëm, i ka gjithë 6 javë. Tar janë këtu tjera, ta dhe mos flasëm për këtu shpenzime tjera. A ka marrë përsi për bile nej kush qiran me u pagu? A ju kupton pronarin nëse s'ja paguni nej Po i mu? ka thë kur s'keni, unë kalzani, po A ka ndodhë në herë nëse m'ja pagu nej muj? valla ju se mutrave i kom lypari, i kom thonë që se nesra në ashta mundet me thot del krejt. Se pagun. E në shpinë që e konë me nonën? Këtu e në ka që 16 vjetë. Edhe nona këtu konë? Po, nëjse një shpi tjetër anej për i... Po do me qira edhe me nonën e ka? Papagese Shpit ka huj? pas, po të hujen. Po tani ata ju viti shpia, u duhet me lëshu. E qështu me qerojnë ka për i 2009-ës. Pra nona pas ka vdek të ju Po, vdek nanë qëtë, në dyrë të huja ju. Se për me marru shpite dhe nuk ka sot, as me rrë Kosovës së në marrën. E vetmja gjë që kërkojnë është të jenë brenda një dere që është e tyre, dhe jo më e huaj.
Dhe këtë lajm, kjo familje e mori pas shumë sakrificave dhe vuajtjeve në jetë. Unë sot e kam një musafir me vete, besoj që e njehni. A pe njeni? është i drenasit. Si ftyrë. Don Gjoni. Se disë drejten me ta forcë. Përshëndetje, Don. Përshëndetje. Pe zavolit kënej forcë. Hera parë në aksion me neve. Po. Qysh për dhish? Valla e hoqë. Më të kalzu drejt. Veç. Në temperaturë kështë. Atin edhe me pas mujtë me lo zëtin një dhe të shpirta, vishtë sa ma shumë e bo mira, po kuptëm. S'po di që s'kam fjallë me përshkruaj. Jeta është e lloj-llojshme. S'kam fjallë me Përveç rasteve sociale, gjendjes sociale, ekonomike, pa shtëpi, shenë ballafaqohet edhe me smundje, traumë. Një mesazh shpejti për njerëz që janë sprovum, edhe me fukarallëk, edhe me smundje. Mesazh shpresdhës. Dhe që baj apel këtë njerëzve, kush ka mundësi, nuk kushton sen me bo mirë, apo kuptëm, pse mos me bo mirë, hoqë. Realisht njeri kur bën mirë, i bën mirë vetë vetës. E vërtet, Te Zoti subhujë. e vërtet. Në këtë rast doni ka bon mirë, edhe ju po bojmë me shtëpi, Nderit. donatur është. Doni, Don Gjoni, 20.000 euro, ka dhënë të jetimat e Ballkanit për një familje. E sot janë konë staf jam këtu të kjo familje, kanë vizitu, edhe kanë pa gjendjen e kësaj, edhe i kemi propozu Don Gjonit, edhe ja kemi tregu historinë e juj, pa një pa dy tha halil shkojmë, ta vizitojmë edhe ta bojmë me shtëpi. Nderit.